Labinoti debaton ashpër me lëndrimin, duke marrë një qëndrim të vendosur dhe të pakompromis. Ai I thot lëndrimit se ai është pa moral dhe se nuk ka asnjë ndjeshmëri ndaj të tjerëve, duke akuzuar për sjellje të shpifur dhe të padrejtë. Labinoti vazhdon duke thënë se lëndrimi ka zakon të shkojë vetëm me çuna dhe nuk ka pasur kurrë ndonjë lidhje serioze me vajza, gjë që sipas tij e tregon si një person të ulët dhe jo të sinqert. Gjatë debatit, Labinoti nuk kursen asnjë fjalë dhe I përmend gjithashtu sjelljet e dyshimta të lëndrimit, duke theksuar se ai nuk ka respekt për normat morale dhe për marrëdhëniet njerëzore. Ai shton se lëndrimi shpesh tenton të manipulojë situatat dhe banorët e tjerë për përfitime personale. Duke krijuar tension dhe mosbesim në shtëpi, lëndrimi e dëgjon me fytyrë të ngrirë dhe pak nervozizëm, duke kuptuar se Labinoti nuk do të lejojë që akuzat të kalojnë pa u kundërshtuar. Atmosfera në dhomë bëhet gjithnjë e më e nxehtë, me banorët që ndjekin debatin me vëmendje dhe disa prej tyre fillojnë të bëjnë komente të ulta për të dy djemt, duke shtuar tensionin. Labinoti përfundon duke e quajtur lëndrimin njeri të ulët dhe duke I thënë se sjellja e tij do të ketë pasoja serioze në shtëpi, duke e bërë lëndrimin të ndihet I izoluar dhe I vlerësuar keq nga banorët e tjerë. Ai gjithashtu I kujton lëndrimit se të gjithë mund të shohin çdo veprim të tij dhe se nuk mund të fshihet pas maskës së qetësisë. Duke bërë që tensioni dhe emocioni të arrijnë kulmin, në këtë moment, disa banorë të tjerë ndërhyjnë dhe I japin mbështetje Labinotit, duke qeshur dhe duke shprehur habi për mënyrën se si lëndrimi ka vepruar në të kaluarën. Atmosfera e tensionuar krijon një ndjenjë të fortë dramatike në shtëpi dhe duket se ky debat mund të ndikojë jo vetëm në marrëdhënien mes Labinotit dhe lëndrimit, por edhe në dinamikat e përgjithshme mes banorëve të Big Brotherit.